Panajiri i mirënjohjes në ambientet e jashtme të Kinema Republika ka shënuar startin e aktivitetit Mësuesi prek përjetësinë, të organizuar nga Zyra Arsimore Rajonale në Shkodër në kuadër të 7 marsit, ditës së mësuesit. Në ambientet e brendshme, nxënës të shkollave Art dhe Zeje ofruan ëmbëlsira të përgatitura nga ata vetë. Shkodra në historinë e Shqipërisë është një qytet që ka një traditë atëdhedashëse, ndër të tjera shumë të dashur për edukimin, por njëkohësisht është një qytet që ka një peshë shumë të fortë në konsolidimin e sistemit arsimor, por njëkohësisht edhe një peshë shumë të fortë në konsolidimin e gjuhës së pastër shqipe. 7 marsi në gjitha etapat e rrugtimit të këtij vendi ka qenë një datë që ka përbashkuar dhe ka përbashkuar fort atë trinomin mësues, nxënës edhe prindër, që ka qenë gjithmonë i konsoliduar, i nderuar dhe i respektuar dhe i pakontestueshëm, edhe në periudhat më të vështira të sistemit shqiptar, qoftë ai arsimor, po edhe të ndryshimeve të shumta shoqërore. Programi artistik i përgatitur nga vetë nxënësit e shkollave të Shkodrës u gërshetua edhe me përshëndetjet e të ftuarve. Unë i lutem çdo mësuesi që përveç edukimit, formimit shkencor që jep fëmijëve, nxënësve të tyre, të përpiqen që me shpirtin e tyre të lënë gjurmë njerëzore, shpirtnore, që t'i bëhen shtysa, që t'i bëhen ushqim shpirtnor fëmijëve, që bashkë me edukimin e librave të marrin formimin njerëzor të mësuesit. Sot ne kemi të drejtë të përulemi me respekt, por dhe të krenojemi me aktin sublim dhe më mëdhetar të atyre vdetarëve. Sa herë që vjen 7 marsi, ne e urojmë njëri tjetrin, sepse kemi të drejtë të themi se dita 7 marsit është një ditë e shenjtruar, sepse të shenja mësuesit, e shenjtë është dia dhe të shenja nxënësit. Dhe unë ftoj prindërit, ftoj nxënësit që ta shohin si një mundësi Universitetin e Shkodrës, pikërisht sepse ne duhet të japim atë kontributin ton pikëmarrje për universitetin ton. Për atë për të cilën u luftuan në vite, për të ruajtur atë dije, atë kulturë, atë qytetari që transmeton ky qytet. Në këtë aktivitet u vlerësuan nxënësit fitues në Olimpiadat kombëtare, teksa pjesa kulmore ishte ndarja certifikatave të vlerësimit për të shprehur mirënjohjen për mësuesit që do të festojnë 7 marsin e fundit pranë bankave të shkollës me nxënësit e tyre.